ata që përgojojnë të tjerët. Kjo video është për ty vlla dhe për ty motra ime. Ibn Taymije, Allahu e mëshiroft, thot: ka prej njerëzve që i përgojojnë të tjerët për t'ua bërë qejfin atyre me të cilët është ulur, apo shokve, apo farefisit, edhe pse e di se personi i përgojuar është i pastër dhe nga ajo që thon për të, apo i ka disa prej atyre gjërave. Megjithatë, ai e di se nëse i qorton për një gjë të tillë, ndeja do të ndërpritet. Të pranishmi do ta konsideronin si njeri monoton dhe do të irritoheshin prej tij. Kështu, ai mendon se pajtimi me veprimin e tyre është prej sjelljes dhe shoqërimit të mirë. Disa të tjerë, përgojimit i japin kahje të lloj-llojshme. Në disa raste i japin kahje fetare dhe përmirësuese. Për shembull thot: nuk e kam shprehita për mend askënd, vetëse për të mirë, dhe unë nuk e dua përgojimin e as gënjeshtrën, mirë po vetëm po ju tregoj për gjendjen e tij. Pastaj thot: betohem në Allahun, ai është njeri i ngratë, apo njeri i mirë po e ka këtë e atë, apo ndoshta thot: mos na e përmendni, Allahu na fal të neve dhe atë. Mirë po qëllimi i tij është ta nënçmoj dhe t'ia ul pozitën. Kësaj, këta njerëz, përgojimit i japin kahje përmirësuese e fetare, duke u munduar të mashtrojnë Allahun nëpërmjet kësaj, ashtu siç e mashtrojnë krijesën. Disa të tjerë përgojimit i japin kahje të talljes dhe të dëfrimit, në mënyrë që t'i bëjnë të qeshin të tjerët nëpërmjet talljes ndaj atij që e përgojojnë, apo imitimit, apo nënçmimit. Disa të tjerë, përgojimit i japin kahje të çuditjes. Për shembull thot: çudite me filanin se si nuk e bën këtë e atë, apo çudite me filanin se si ka rënë në këtë e atë vepër. Kështu përgojimin e bëjnë duke i dhënë ngjyrë çudie. Disa të tjerë përgojimit i japin kahje të zemërimit dhe ndalimit të së keqes. Në këtë sferë shfaqen gjëra të ndryshme prej thënieve të zbukuruara. Mirë po qëllimi i tij është tjetër nga ajo që e shfaq. Nga Allahu kërkojmë ndihmë të na përmirësojë gjendjen tonë dhe të na ruajë nga përgojimi i të tjerëve. Amin.